Fillon nga e para me Boni Sala. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve, që të mund ta mbaj me fjalë të lodhurin. Ai më zgjon çdo mëngjes. Zgjon veshin tim, që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Cila ishte gjëja e parë që bët këtë mëngjes? A e la telefonin mënjan larg vetes? Po natën e kaluar. A ishte i fortë undimi për të parë edhe pak më shumë, edhe përfundua duke parë gjëra të pakuptimta derisa ju mbyllën syt. Në këto kohë pasigurie dhe trazirash, nuk është çudi që ndihemi të shqetësuar dhe të sëmurë. Në vend që t'i drejtohemi atij të kujdeset për brencinë e qenies son, sillemi rrotull së njëjtës vorbulle. Ja diçka ndryshe. E fillojmë ditën e heshtje, shkroi Dietrich Bonhoeffer, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e parë, dhe e mbyllim ditën e heshtje, sepse Zoti duhet të ketë fjalën e fundit. Zoti e thot fjalën e parë në mëngjes dhe të fundit natën kur ecim sipas shkrimit. Mendoni se është pak? Njeriu nuk do të jetojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis, tha vetë Jezusi. Fryma e shenjtë vepron përmes shkrimit për të rifreskuar shpirtrat tanë dhe për të transformuar karakteret, zakonet dhe marrëdhëniet tona. Më lejoni t'ju sfidoj pak. Lëreni Perëndin të thot fjalën e parë dhe të fundit për 2 javët e ardhshme. Bëjeni shkrimin të parin dhe të fundit që shohin syt tuaj, dhe më pas dëgjoni. Ja çfarë premton ai për vetë fjalët e tij. Kështu do të jetë fjala ime, e dal nga goja ime. Ajo nuk do të më kthehet bosh mua, pa kryer atë që dëshiroj dhe pa realizuar plotësisht atë për të cilën e dërgova. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.